Në Lezhë është zhvilluar Festivali Mbarkombëtar i Fotografisë, një aktivitet dyditor që solli së bashku 32 fotograf nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Artistët eksploruan dhe fotografuan disa nga atraksionet më të njohura të zonës, duke vënë në fokus bukuritë natyrore dhe trashëgiminë kulturore të Lezhës. Punimet e tyre synojnë të shërbejnë edhe si promovim turistik për Lezhën. Fotografët u shprehen se jo vetëm Lezhë, por e gjithë Shqipëria ofron një burim të madh frymëzimi fal pasurive të shumta natyrore, kulturore dhe historike. Kemi pas fotograf nga gjithë trojet shqiptare, ku kryesisht kanë qenë Shqipërisë dhe të Kosovës. Kosova ka pas numrin më të madh, ka pas edhe nga Maqedonia e Veriut shqiptar, ka pas edhe nga Mali i Zi, përsëri me kombësi shqiptare. U fotografuan kryesisht zonat më të bukura të Lezhës, si lagune Kune Vajinit, plazhet e bukura, ranën e Hellun, atraksionet historike, vendvarrimin, Kalan, Zadrimen, gjithë këto komplekse të fotografuara u paraqiten në ato dëshirat e tyre që patën për t'i ekspozu, mblodhen më të veçantat dhe tani do bëhet vlerësimi i tyre nga vetë artistat. Vi nga Festivali i Maqedonisë së Veriut. Kjo gjë që është bërë sot në Lezhë dhe Shëngjin, mendoj që duhet qetë në gjithë qytetet e tjera shqiptare, që të mund sa më shumë ta promovojmë vendin tonë, bukuritë tona natyrore. Jo vetëm Lezhë, por gjithë Shqipëria mendoj që është frymëzuese. Ne që të Maqedonisë kemi një mallëngjim më të madh kur vim këtu, vazhdimisht fotografojmë jo vetëm si fotograf, po edhe si turist, kur vim me telefona apo diçka tjetër. Faunën, florën e ka një pasuri të pafundme, edhe të bashkimit të ujrave të ëmbla me të njelmta, për lindjen, perëndimin e diellit, por para së gjitha është llojet e shpendëve që i has zakonisht në mëngjes dhe në mbrëmje. Fotografia e cilën e kam kapur unë posaçërisht ka qenë në mbrëmje në ranën e Hedhun, një vend i mrekullueshëm, një dhuratë e natyrës. Kompozimi i cilin e shihni sot ka qenë një përpjekje për ta vendosur atë natyrë në mënyrën më të pëlqyeshme. Punimet e realizuara u ekspozuan në shëndetoren Wilson në Shëngjin, ku tërhoqën vëmendjen e qytetarëve dhe turistëve të shumtë që vizituan zonën gjatë aktivitetit.